kujdesi Allahut që ti me shku në xhenet është shumë më i madh se kujdesi yt ti me shku në xhenet. Në më shumë ai kujdes për ty se ti për veten tonë atë. Edhe pse shkuret në xhenet tek Allahu xhallahu ala alun në hesab kur gjë. Absolutisht. Kretë mi që unë gjëhnem, Allahu mbetet qaj Allah që është. Kretë mi që unë gjennet, qaj Allah jetë. Së në rënë të ka Allahu kur gjë. Po të në ndërën shumë, vëlla për. Të në a mush me thonë, me shku në gjenë mirë është, po dhe mësë me shku, ja, dhe mësë me shku, botë mësë vetë. Edhe ndosë në thushti mësë me shku. Dhe Allah është kujdes për ty. Që ka përshamë kujdes si Allahut për më pendu më katari. Habitish Allah. Natën thirr, ditën thirr, kush e bën kët i falen gjinat. Shikoj për shembull, a të bën përshtypje çka kujdes? A të bën përshtypje çka kujdes? Edhe sa shfrytëzon ti kët mundësi në raport me kët kujdes? Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush thot 100 herë subhanallahi wa bihamdihi, i falen mëkatet edhe nëse i ka sa shku me detit. A është kujdes? A është kujdes kë? Shikoj me çfarë aktiviteti minimal arrin dhe mon qëfar fitore. Sa kujdesesh për këtë? Sa herë të ka ikë në det me thonë 100 subhanallahu bihamdi? Apo? Ai po kujdeset për gjunat e tua, sa shku me detit, na themi, hajri inshallah. Don kujdesi Allahut për ty realisht të vetëdijson për shfrytëzimin e mundësive. Kujdesi Allahut për të qenë gjithë shka e letë për neve, për të qenë gjithë shka e arritshme, e mundshme për neve, në raport ma që qënë gjenet, është kujdes që do të me qenë mirë njës, apo? Do të me qenë mirë njës. E mirë njohja ma e mirë, ka shti këti kujdes është, shfrytëzimi i shtë mundësive që Allah t'i ka dhënë me arritaja.